Shikoj, sa në momenti për të gatuar super salatën, salatë që i merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 2 minuta. E mbaj mend para një viti e gjys pa ta bote që janë salat me dredza, ka pas edhe djatë feta, pa të më kriju një salsë prej dredzave, vaj tullirit, kom haru. E keni në YouTube, ha? Salata me dredza shkruajnë. Por kjo ka më pak produkte, është ende më e thjeshtë dhe edhe kjo është e shishme, edhe ajo shumë e shishme. Ju se keni gatu, kërkojeni, por edhe këtu, çka kemi këtu? Kemi dredza, kemi baby spinach, kemi badem të pjekur, kemi mjalt dhe kemi balzamiko, nga Ponti, gjeni në marketet tona, e kemi pikrisht nga dredza, është e trashë si tekstur, dhe mezi s'po pres që ta pregadisim këtë salat. Pra tha shumë e thjesht, tu kemi baby spinach, çka do të bëjmë tani? Ja, do t'i marrim dredzat, do t'i vendosim direkt tek ena, ja kështu. Ja. Bademin do t'a prejmë në copë, i kom ble bademat e pjekura, sepse i kemi më të shishme, a i ta marrë së një copë. Bizgjita, mos harani janë shumë të shëndetshme. Një salata shumë e shishme, bizgjita shumë e shëndetshme, spanaci ka shumë vitamina, dredzat kanë, mjalta shumë e shëndetshme, por edhe bademat. E dim që bademat janë pak më të kushtueshme, po ndonjëherë do të mjaftu su vetës dëshirën. Okej, edhe me bademat jemi gati, ja i kemi coptu mirë. Tani do t'i marrim, ja kështu, dhe do t'i vendosim tek dredzat. Tani është momenti i mjaltës, ja, mjalt. Okej, përfundu me mjaltën. Tani do të marrim krip detit, që të në Amerikanë të pinch, viç pak, që 1, 2, 3, u kry. Dhe krejt për fund, qërshia mbi tort, e kemi balsamiko një thash nga Ponti me dredhë, që të në Shqipni lule shtrydhe, e kemi të trash, o zot, ja. Dhe salata është gati, ju thash, salat ma thjesht, ma të shpejt, edhe prej ma të shëndetshme, ma t'i s'keni gatu që për marrë dhe një spanat që pak e ka prejkë balzamikon. Tani, wow, edhe mjalta dhe balzamiko, no comment. Tani, ja, po e shini, do ta përzijem, ja. Kjo është t'ju haru për pak. Haron njeri moninin, vaj më i mirë italian në treg. Monini, vetëm edhe pak vaj. Ja, pak vaj monini. Ja, kështu. E tani, vazhdojmë. Ta përzijem, ja. O, shfarire, po vjen. No comment. Hajde caki. Hajde caki. Salata është gati, koha për ta servuar këtë bukuroshe. Okej, koha për ta servuar salatën tonë, ja. I kom zgjedhur edhe pjatat e pembe, këtu i kom blej për desert, po thash na shkon me salatën sot. Ja, kështu, o zot, çfarë sallate.
Shikues, kjo është salata për sot, salatë shumë e bukur, shumë elegante, shumë fancy po të më, shumë moderne, na vjen ndonjë i ftuar, ndonjë prosecco me na i shoqe, me të dashurin, kur të doni, ja, edhe pjatat e pembe po i shkojnë shumë, pra baby spinach, bademat pjekur, dredhza, mjalt, dhe balsamico, dhe zilja, dhe na erdhi, kaona, po shkojmë po e hapim derën, e me shpresën që asaj do t'i pëlqej kjo salat, tash një salat më ndryshe, sa se kom hap derën, hajta provojmë që a kom bone qëto. Hajde, ja kom marrë pirunin, ja pak badem, pak spanaq. A vjen ajo ditë me qelu në restoran? Shola, vjen o zëtë. Keni mu knaqë, shkova me hap derën. O zoti i madh. Drezat janë ushqimi jam i preferuar. Spanaqe nuk e du zakonisht, veç nuk e ki idenë sa e sheshme këj kombinime. Kur ta qesh restoranin tënd, unë kom u konë, do me thonë, your best customer, që kemi pa çdo ditë në restoran tonë. Këta e ki sigurt. E ka shkri.